me parti shumë të njohura, me parti pak të njohura. Çfarë është për koalicion do ka? Shiko. Më lejoni që... Sidomos për të dy të doja të tjera, pra shumë parti të pa njohura dhe me pak vota. Pse një koalicion i madh dhe një domosdoshmëri për të edhe për këto parti? Dashur Eni, do të vazhdoj, do t'ju sqaroj, por më lejoni të bëj një parantezë për të shkuar. Në vitin 2023 në zgjedhjet lokale, kur i gjithë detashmenti Soros sulmonte dhe i jepte suport pafund me Edi Ramës dhe sulmonte opozitën për ta zhdukur, Partia Demokratike ishte në një sulm dhe sigurisht që nuk duke dritë shprese. Dhe sigurisht që nuk erdhi askush. Të vetmit që na mbështetën në atë kohë dhe që na u bën na ofruan varkën e shpëtimit ishte Partia Lirisë, Partia Bashkimit Drejta e Njeriut dhe Demokratianët. Pse? Sepse të tjerët mendonin që shifrin që nuk ka shpresë, nuk ka dritë në fund të tunelit. Dhe megjithatë, ai rezultat është shumë i rezultat, mund të them unë, historik në kushtet e rrethanat që u zhvilluar zgjedhjet dhe që hyri Sali Berisha dhe ne. Tashmë, ç'po ndodh? Ka ndryshuar situata. Të gjithë shohin tek Sali Berisha fitoren. Të gjithë shohin mundësinë për t'ju bashkangjitë këtij koalicioni i cili ka sjellë shpresë dhe do sjellë fitoren tek shqiptarët. Nuk është fare rastësi. Pra, kur ishin ditë të zeza, kur re të zeza në qiellin e opozitës po dominonin, ne ishim vetëm me 2 aleat. Tashmë, qielli opozitar është blu, është i pastër, shëndrit një rrezë dielli në sfond, që na... Ju po thoni gjithë pragmatistët unë po them që të gjithë janë bashkuar drejt fitores. Drejt fitores. Pse? Sepse shohin Sali Berishën dhe Partinë Demokratike si i vetmi lider dhe i vetmja forcë që do të bëjnë ndryshimin. Pra, shikojë çfarë është. Është krijuar një front më i gjerë se kur. Unë e kuptoj shumë mirë interesin e tyre. Po interesi juaj i cili është, se nuk lejohen më as koalicionet e përbërra, pra ai maksimalizimi 2013-s nuk është më e njëjta gjë. Do t'ju a them. Tashmë, cila është qasja jonë në këtë situatë? Cili është interesi juaj, po? Ne jemi duke ecur drejt një fitoreje. Tek shqiptarët fryma ndjehet ka ndryshuar. Katërcipërisht dhe gjithkund ndjehet. Shiko dhe kundërshtarin. Kundërshtari që nga zbritja në Tiranë e strategut të fitores të presidentit Trump, kundërshtari është i çoroditur dhe kundërshtari vetëm vjell vrerë, vulg, kundër opozitës dhe s'jep asnjë zgjidhje, asnjë alternativë. Ky është i dëshpëruar, është një dëshpërim shumë të thellë. Ndërsa ne po ecim drejt fitores. Ne kemi program më të mirin që ka patur ndonjëherë një forcë politike që ju ka parashtruar shqiptarëve. Ne kemi koalicionin më të gjerë opozitar që ka hyrë ndonjëherë në zgjedhje. Po, ka qenë edhe një moment tjetër, e mbaj mend unë, sepse unë kam qenë edhe në atë kohë negociator me këto parti, 26 parti janë bërë bashkë rreth Sali Berishës dhe Partisë Demokratike në vitin 2009. Është hera e dytë që bëhet një koalicion kaq i madh. Pra ky është koalicioni pa diskutim i fitores së opozitës. Tek ai që nuk ka shpresë, nuk shkon askush. Eni. Tek ai që nuk duket shpresa, nuk shkon askush. Gjithë janë aty, janë mbledhur sepse kanë një qëllim për të shpëtuar Shqipërinë. Kjo është për të shpëtuar Shqipërinë dhe për ta bërë Shqipërinë edhe një herë madhështore, siç i takon asaj. Kuptoj. I rikthem edhe një herë ides që ju po ripërsërisni, ju e thatë edhe vetë 2009, po 2013 ka qenë edhe ai një koalicion i PS-s. Jo. Po, me trenin e fuqishëm të
Pra, koalicionet, kur kryohen koalicionet e mëdhaja, pra është fryma, është ndryshimi. Po nuk është një situatë nga sa i takon kodit elektoral. Koalicionet e përbëra nuk janë më, do kishe kuptim, po të kishe 4.680, kalkulojmë, 26 parti, të kishe nga 180 kandidat që nuk lejohen më, dhe të kishe kuptim që se cili për tyre kandidatëve punon dhe për vota. Tani 18 kandidat keni nga koalicioni. Edi Rama, në vitin 2021, i sigurt që nuk i dilte as i kalkulim për të fituar, përballë opozitës dhe koalicionit saj, zhduku koalicionet, dhe ne jemi dëshmitarë të gjithë, në tentativë për të asgjësuar partitë e vogla dhe për të asgjësuar opozitën. Ne jemi partia demokratike, e vlerave, e lirisë, partia që solli demokracinë në këtë vend, dhe ne sigurisht do të bëjmë gjithçka që në diversitet, edhe brenda nesh siç kemi qenë, po absolutisht në një diversitet opozitar, të majt dhe të djathtë, të gjithë bashkë, për të ecur drejt fitores dhe për ta bërë Shqipërinë të madhërishme. Pa hatërmbetje të kaluar pas një hije, sepse them të, për shembull, keni përfshirë në koalicion edhe parti kryetarët e të cilëve kanë shkuar në kuvend në vitin 2019, kur ju keni djegur mandatet dhe votuan bashkë me Partinë Socialiste heqjen e koalicioneve me listat përbëra. Pra i keni falur çdo gjë. E dashur, i madhi, kur ecën drejt fitores, i fal të gjitha. Ndryshe nuk i bashkon dot, po nuk fale. Prandaj ne kemi kaluar, kemi hedhur pranë krave çdo gjë, Shqipëria është e para për ne, dhe për këtë gjë, ne nuk mund mbajmë asnjë rezervë, asnjë mëri ndaj askujt, ne ecim, i bashkojmë gjithë, Shqipëria ka nevojë për gjithë dhe ka nevojë për një pushtet i cili të mos jetë pushtet i barbarëve, i bandave dhe i drogës, po të jetë pushtet i qytetarëve. Dhe këtë pushtet qytetarëve dhe këtë Shqipëri të madhërishme do ta bëj Sali Berisha dhe gjithë ky koalicion i madh opozitar. Kush e gjeti këto fjalësh, Shqipëria madhështore? Kush e propozoi? Shqipëria madhështore sigurisht ka patur një konsult të gjatë të kryetarit të Partisë Demokratike me strategun e fushatës Kris Lasivita. Dhe vendosën bashkë, kanë vendosur ata. Sigurisht. Ne kuptoj. Okej,